Sot do të flasim për një rast që la me gojë hapur shumë persona, dhe jo vetëm për mizorinë e asaj që ndodhi, por dhe cilët ishin protagonistët e kësaj historie. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për që të treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të interesuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Kim Edward lindi në vitin 2002 në Spalding në Angli dhe kishte një motor të vogël e cila quhej Katie dhe jetonte së bashku me nënën e saj Elizabeth, ku kjo e fundit njihej ndryshe me emrin Liz. Në fakt, Elizabeth ishte një nënë beqare dhe rriste vetëm fëmijët e saj sepse bashorti e kishte lënë. Ajo punonte si guzhinjere në një mend shkolle dhe duhet kuptoni që ishte një punë që nuk se paguheshte shumë. Por përveç Kim dhe Katie, Elizabeth kishte edhe një vajzë tjetër e cila quhej Mary, por në fakt Mary ishte 28 vjeç dhe tashmë ishte shumë e madhe dhe nuk jetonte më me ta. Në shtëpi, situata ishte shumë e vështirë. Liz ishte jashtëzakonisht shumë e stresuar, përveç problemeve financiare që kishte, problem ishin dhe vajzat që filluan të zieshin shumë me njëra tjetrën. Kim dhe Katie zieshin shumë me njëra tjetrën sepse Kim mendonte që Elizabeth donte më shumë vajzën tjetër, pra Katin, dhe kjo gjë në fakt u përkeqësua akoma më shumë me hyrjen e saj në adoleshencë. Kim u bë një adoleshente shumë rebele, një adoleshente që ishte mbushur me mbledh, me zemërim kundrejt të jëmës. Por pyetja është, pse kishte kaq shumë zemërim dhe mbledh kundrejt saj? Problemi ishte se kur ishin të vogla, vajzat kishin përjetuar dhunë fizike dhe dhunë verbale nga Liz, dhe në fakt kjo gjë ishte raportuar tek shërbimet sociale. Dhe për këtë arsye, në vitin 2008, vajzat u zhvendosën tek një familje kujdestare një periudhë të caktuar kohe, dhe më pas u kthyen tek nëna e saj. Por për Kim, kjo përvojë ishte jashtëzakonisht shumë e tmerrshme dhe kurrë nuk e fali nënën e saj për këtë gjë. Në shtator të vitit 2013, kur Kim ishte rreth moshës 12-13 vjeç, në fakt mësuesit filluan të shqetësoheshin për të, sepse Kim kishte menduar të arratiseshe nga shtëpia dhe kishte bërë gati një plan për këtë. Dhe mësuesit menjëherë telefonuan nënën e saj dhe nga ky moment e tutje, gjërat filluan të përkeqësoheshin gjithnjë e akoma më shumë. Marrëdhënia e tyre në fakt ishte paksa e luhatshme, por që të kuptoni më mirë se çfarë dua të them me këtë term, më dëgjoni me vëmendje. Në mars të vitit 2014, mamaja e saj, pra Elizabeth, pretendonte që marrëdhënia e tyre tashmë ishte përmirësuar jashtëzakonisht shumë, por vetëm 8 muaj më vonë, Kim u tregon autoriteteve të shërbimit social që nëna e saj kishte tentuar që ta mbyste. Kim po bëhej gjithnjë e më e mbyllur në vetvete dhe po zhytej në një errësirë totale. Deri në vitin 2015, kur ajo ishte 13 vjeç. Dhe në atë kohë vendos që t'i lërë nënës së saj një letër lamtumire, pasi vendos që të vetvritet. Dhe imagjinoni se sa dhimbje mund të ketë ndjerë kjo vajzë brenda vetes së saj që të ketë marrë një hap kaq të madh. Për fat të mirë, nëna e saj e zbulon letrën në kohë dhe e ndalon, dhe në fakt kërkon ndihmën e profesionistëve për të ndihmuar vajzën e saj. Dhe nga një studim psikiatrik që ju bë Kimi, doli që nuk kishte asgjë e rëndësishme. Ajo fillon që të afrohet më shumë me vajzën e saj, fillon që ta mbaj afër, të komunikojë jashtëzakonisht shumë me të, dhe një foto që kishte hedhur Kim në rrjetet e saj Facebook, Liz i shkruan poshtë në komente që ku ndodhet buzëqeshja jote e bukur, dhe kjo e fundit i përgjigjet: është zhdukur, nuk ekziston më. Në këtë pikë, Kim ndjek shkollën e mesme në qytetin ku ajo jetonte, por në fakt nuk e ndjen fare si vendin e saj. Ajo mendonte që ishte vetme kundrejt të gjithëve. Mendonte që jeta e saj ishte një ferr i vërtet. Nuk arrinte dot të socializoheshe me shokët dhe shoqet e klasës. Nuk ndiheshte e vlerësuar nga shokët dhe shoqet e klasës. Plus dhe problemet familjare, konfliktet që kishte me nënën dhe motrën e saj, dita ditës sa vinin dhe shtoheshin. Çdo grindje e vogël që ndodheshte brenda shtëpisë Edward, ktheheshte një problem jashtëzakonisht shumë të madh. Një ditë në shkollë, Kim njeh një djalë me emrin Lucas Markham.
Në fakt, Lukas nuk ishte një person i mirë, le të themi, ishte një person agresiv, kishte një karakter shumë shpërthyes, gjithmonë futeshte në telashe. Por për të kuptuar më mirë se çfarë personi ishte Lukas, dëgjoni me vëmendje mënyrën se si u njohën ata të dy. Një ditë, gjatë një ore anglishtje, Kim dhe Lukas ndodheshin në një klasë dhe në një moment mësuesja i qorton Lukasin për diçka që kishte thënë. Dhe ky, për të kundërshtuar mësuesin, në fakt merr një karrike dhe e hedh tutje, dhe karrike në fakt përfundon mbi Kim. Dhe kjo e fundit kthehet nga Lukas, e shikon dhe mendon me veten e saj. Ky është i duhuri për mua, e dua atë. Që nga ai moment Kim dhe Lukas bëhen miq të pandarë. Më 23 maj të vitit 2015, Lukas i shkruan Kim në Facebook nëse kjo e fundit dëshironte që të dilte me të, dhe në fakt kjo pranon. Dhe ky ishte momenti kur Kim kupton që më në fund dihet e pranuar dhe e dashur nga dikush, pasi Kim dhe Lukas kishin të njëjtat mendime me njëri tjetrin, pra ndjenin të njëjtin zemërim kundrejt mësuesve, ndjenin të njëjtën urrëtie kundrejt familjeve, ndjenin të njëjtin zemërim kundrejt jetës së tyre dhe mendonin që jeta e tyre nuk vlente asgjë fare. Pra, në një farë mënyre gjenin mbështetje tek njëri tjetri. Lukas kishte kaluar një fëmijëri shumë të tmerrshme, një fëmijëri shumë abuzive dhe shumicën e kohës kishte jetuar me hallën e tij, pasi në shtëpinë e tij kishte pasur gjithmonë sherr e shamata. Dhe nga ky aspekt, Kim dhe Lukas ishin shumë, le të themi, afër me njëri tjetrin, pasi nëse ju kujtohet, dhe Kim kishte kaluar një pjesë të jetës së saj në një familje kujdestare. Lukas ishte një djalë jashtëzakonisht shumë i dhunshëm, por jo me Kim. Me këtë të fundit silleshte shumë mirë, por kur zemëroheshe, godiste mure, thyente pasqyra, gjente diçka për të prishur. Por zemërimin më të madh e kishte me vëllain e tij, njësoj që Kim e kishte me motrën e saj. Por me një ndryshim të vogël. Lukas nuk e kishte të ëmën, pasi e kishte humbur për shkak të sëmundjes së leuqemisë dhe ishte një dhimbje shumë e madhe për të. Dhe këtë dhimbje të madhe ai e shprehte ose në një farë mënyre e mbulonte me anë të agresivitetit të tij. Lukas nuk kishte pasur kur një figurë qendrore në jetën e tij, një figurë që t'i jepte mbrojtje, një figurë që t'i jepte qetësi, një figurë që t'i jepte siguri për atë që kishte bërë. Por në fakt, kjo gjë nuk bën gjë tjetër veç se krijon brenda tij një plagë si fëmijë. Me siguri që nuk kishte mjetet për ta përballuar këtë gjë dhe duke u rritur mund të jetë shndruar pikërisht në sindromën e braktisjes. Sindroma e braktisjes është një gjendje emocionale që zhvillohet tek disa persona, ku këto persona kanë përjetuar një humbje të një personi të rëndësishëm dhe janë këto persona që besojnë që në jetën e tyre do të vi përsëri një person i rëndësishëm dhe ky person i rëndësishëm do të vi momenti dhe t'i braktisi përsëri. Prandaj vuajnë nga sindroma e braktisjes. Pra, kanë frikë që nga momenti në moment do të jenë përsëri vetëm. Kim dhe Lukas jetojnë me bindjen që janë të vetëm, janë të padashur nga askush, nuk mund të mbështeten te askush dhe i vetmi person që ku ata mund të mbështeteshin ishte njëri tjetri. Dhe në fakt lidhja e tyre bëhet një lidhje jashtëzakonisht shumë toksike. Lidhja e tyre bazoheshin një varësi të fortë emocionale, sikur njëri prej tyre të ishte e vetmja mbështetje, të ishte e vetmi motiv, të ishte e vetmja arsye për të ecur përpara. Nëse mendoni mirë, kjo lloj lidhje është shumë e rrezikshme, sepse të kesh një lloj lidhje në këtë lloj varësie, çdo gjë perceptohet si kërcënim, dhe ky kërcënim shndrohet në një armik. Dhe normale, armiku duhet eliminuar. Në maj të vitit 2015, Kim dhe Lukas fillojnë që të dalin së bashku. Dhe nëna e saj ishte në dijenjë të marrëdhënies së saj dhe dinte shumë mirë që kjo marrëdhënie po i bënte jashtëzakonisht shumë keq vajzës së saj. Dhe në një farë mënyre po mundohej që ta ndalonte, po mundohej që thonte që kjo marrëdhënie të bën keq, ndikon shumë keq negativisht tek ty, por vajza nuk e dëgjon. Ajo fillon që ta ndaloj rreptësisht vajzën e saj që të takojë Lukas, por edhe kjo gjë nuk funksionon dhe fillon që të marrë masa ekstreme. Fillon që t'i thot jo për shumë gjëra, nuk e lejon që të dali më, dhe kur vajza i kërkon leje që të dalë me Lukas në mënyrë kategorike jo, nuk lejon Lukas që të vinë në shtëpinë e saj dhe pra çdo gjë tjetër. Por e kupton që këto rregulla nuk është se po pin ujë dhe merr masa jashtëzakonisht shumë të rrepta dhe ndalon në mënyrë kategorike vajzën e saj të takohet me Lukas. Kur i thua jo një adoleshenti, përgjigjja e tij është një kundërshtim total. Dhe kjo gjë e forcon akoma më shumë lidhjen e tyre dhe më shumë se kurrë ato të dy ndihen si një i vetëm kundrejt gjithë botës. Në vitin 2016 ndodh diçka që tregon që lidhja e tyre është shumë e egzageruar. Lukas përjashtohet nga shkolla dhe tashmë duhet të regjistrohet në një shkollë tjetër.
por për Kim kjo gjë ishte shkatërrimtare, pasi nuk do të shikonte më të dashurin e saj çdo ditë në shkollë dhe për këtë gjë vendos t'i jap fund vetes duke pirë një dozë të madhe ilaçesh. Por për fat të mirë dërgohet në spital dhe qëndron plot 2 ditë të tëra. Por pasi del nga spitali është shumë e dëshpëruar pasi nuk do të shikonte më të dashurin e saj çdo ditë të mundshme në shkollë. Por Lukas dhe Kim komunikojnë me njëri tjetrin nëpërmjet Facebookut dhe nga komunikimet që bëjnë ato përgatisin arratisjen e tyre. Dhe vetëm 2 ditë mbasi Kim ka dalë nga spitali, ajo bën gati një çantë me rroba, vjedh një tent nga magazina e shkollës dhe drejtohen në pyll ku jetojnë atje për plot një javë të tërë. Sigurisht, Liz, nëna e Kim, telefonon menjëherë autoritetet pasi do që të gjejë vajzën e saj. Autoritetet i lokalizojnë menjëherë dhe i kthejnë menjëherë në shtëpi, pasi që të dy ishin minorën dhe ishin vetëm 14 vjeç. Kim, pas kësaj arratisje që kreu me Lukas, mendonte që nëna e saj tashmë do t'i jepte leje që të takoheshte me të. Por në fakt ndodh komplet e kundërta. Kur Kim arrin në shtëpi, ndodh e pabesueshmja. Gjërat e saj ishin mbledhur në një kuti dhe ishin hedhur në një cep të dhomës, pasi dhomën e saj e kishte zënë motra e saj, Keti. Imagjinoni pak një adoleshent problematik. Një adoleshent që mendon që nuk është i dashur nga askush, një adoleshent që mendon që motra e saj është më e preferuar se ajo, dhe kjo motër t'i ketë zënë dhomën e saj, ku për këtë adoleshent, ose më saktë për gjithë adoleshentët, dhoma në një farë mënyrë është si mbretëria e tyre, është diçka jashtëzakonisht shumë e rëndë. Dhe kjo gjë konfirmon atë që Kim kishte menduar gjithnjë, që ishte vajza e tepërt, që nëna e saj dëshironte më shumë motrën tjetër se sa atë, dhe kjo gjë i vendos vulën përfundimtare. Si pasojë, ndjenjat e urrëties që kishte për familjen e saj intensifikohen akoma më shumë. Dhe lidhja toksike që kishte me Lukas bëhet gjithnjë akoma dhe më e fortë. Më 9 prill, Kim pati një sherr shumë të madh me nënën e saj, dhe ky debat përfundoi në agravim total në dhunë fizike, pasi Liz arrin të godas vajzën e saj dhe i thotë që ne të dyja jemi njësoj, dhe unë nuk dua që ti të takosh me Lukas, pasi Lukas më kujton babain tënd dhe nuk dua që ti të kalosh të njëjtën gjë që kam kaluar unë. Në fakt, Kim ishte një adoleshente që ishte mbushur plot zemërim dhe personi që urrente më shumë i thotë që ne të dyja jemi njësoj dhe këtë gjë e merr si një provokim total. Një ditë, pak kohë pas atij sherri të madh, Kim dhe Lukas ndodhen në McDonald's dhe po hanë dhe po bisedojnë me njëri tjetrin. Dhe në një moment të sipër, Lukas i thot Kim që dashuria ime për ty është aq e madhe sa që unë mund të vras dikë. Dhe në fakt janë normale batute që i thonë gjithë adoleshentët, por Kim këtë frazë e merr shumë seriozisht, nuk e merr fare si shaka. Dhe i thot Lukas që dëshira ime më e madhe është që të vras nënën time. Dhe Lukas i thot që do ta vras unë atë për ty. Dhe kjo e fundit shton që në këtë plan duhet të përfshihej edhe motra e saj Keti, pasi po merrte shumë vëmendje nga nëna e saj. Kështu që fillojnë që të flasin gjithnjë e më shumë për këtë fantazi. Fillojnë që të caktojnë të gjitha detajet. Kur do të ndodhte krimi, në çfarë ore do të ndodhte, ku do t'i godisnin, në çfarë ore Lukas do të vinte në shtëpinë e Kim. Dhe në këtë moment nuk ishte më një fantazi, ishte diçka reale. Dhe atë plan konkret ata duhet ta vinin në zbatim. Dhe pikërisht atë natë Lukas shkon në shtëpinë e Kim dhe troket në dritaren e saj. Por në fakt Kim nuk përgjigjet. Ndoshta mund të kishte ndryshuar mendje? Jo, miqtë e mi, përkundrazi, Kim e kishte zënë gjumi. Tani kjo pjesë më konfuzon pak. Ose ajo nuk e kishte marrë seriozisht Lukasin atë gjë do të bënte, ose Kim ishte shumë e shkëputur nga realiteti saqë arrinte të flinte pa problem pavarësisht çdo gjëje që kishte. Pasi një person normal që ka vendosur që të heqë qafe motrën dhe nënën e saj, duhet të ishte plot adrenalinë dhe në një farë mënyrë nuk mund të ishte në gjendje që të flinte, por Kim jo. E kishte zënë gjumi. Lukas në fakt e provon her pas here, por Kim gjithnjë e zinte gjumi. Dhe më në fund caktoi një datë të caktuar. Mes natës së 13 dhe 14 prillit, Kim hap dritaren e saj dhe Lukas futet brenda. Dhe Lukas e pyet edhe një herë nëse je e sigurt për atë që do të kryesh. Dhe kjo e fundit i përgjigjet që jam 100% e sigurt për atë që dua të bëj, por thjesht nuk kam kurajën që ta bëj vetë. Dhe Lukas i thot: "Mos u shqetëso dashur, e kryej unë për ty." Mund të them që ishte një akt dashurie shumë i madh.
Pas kësaj, Lukas merr thikën dhe shkon në dhomën e Elizabetës, ku e godet atë plot 8 herë me thikë. Elizabeth zgjohet dhe fillon që të bërtas me të madhe dhe kërkon ndihmë. Dhe imagjinoni që Kim ndodhet pas derës së dhomës dhe nuk bën asgjë. Pas kësaj, Lukas hyn në dhomën e Ketit, ku kjo e fundit nuk ishte zgjuar fare nga britmat e të jëmës, dhe Lukas e godet 2 herë me thikë atë. Dhe në fakt, kjo zgjohet me një herë, fillon që të bërtas, fillon që të mundohet që të shpëtoj, por pas 2 goditjeve me thikë, Lukas normale është më i fortë se ajo dhe arrin që ta mbys atë me një jestik. Dhe Kim ndodheshte pikërisht në dhomë dhe përsëri nuk bën asgjë. Por ajo që bëjnë më pas është më e tmerrshme se vetë krimi. Ato i mbulojnë të 2 trupat me një batanie dhe nuk bëjnë më asgjë. As nuk fshihen, as nuk dorëzohen, as nuk mundohen të arratisen, dhe vetmja gjë që bëjnë është të mbushin vaskën me ujë dhe të lahen të 2 së bashku në vaskë. Pas kësaj, Kim vesh bijamat e saj me minions dhe së bashku me Lukas shkojnë poshtë ku përgatisin çaj dhe fillojnë që të hanë. Por përveç kësaj, ato kryejnë dhe marrëdhënie intime me njëri tjetrin dhe më pas vendosin që të shohin serinë komplete të filmit Twilight, pasi Kim dhe Lukas e adhuronin filmin Twilight. Pasi personazhet kryesorë të atij filmi, nëse i kujton, janë Bella dhe Edward, ku Edward ishte një vampir, ndërsa Bella ishte një vajzë normale. Dhe lidhja që kanë ato me njëri tjetrin është shumë toksike, pasi Bella nuk mund të jetonte pa Eduardin, gjithmonë ishte përpjekur që të vriste veten, dhe Eduard gjithmonë kur Bella ishte në rrezik gjithmonë shkonte ta shpëtonte. Pra, në një farë mënyre Kim dhe Lukas e shikonin veten në këtë dashuri obsesive dhe nuk është fare rastësi që ato të kishin zgjedhur pikërisht atë film për të parë pas atij akti të tmerrshëm që kishin kryer. Pra, në një farë mënyre mund të kuptoni që Lukas dhe Kim ishin shumë të shkëputur nga realiteti. Pasi kush është ai person që heq qafe dikë dhe qëndron i qetë në shtëpinë e tij duke pirë çaj, duke ngrënë, duke parë filma, pra pa bërë asgjë më të vogël, pa munduar që të arratiset, pa u munduar që të fshehi trupat. Në një farë mënyre nuk ka logjik. Por nëse dhe ju mendoni që kjo gjë nuk ka logjik, prisni se ka dhe akoma më shumë. Në fillim, plani i tyre ishte që të hiqnin qafe të jëmën e Kimit dhe motrën e saj, dhe më pas të vetvriteshin, po më pas hoqën dorë nga vetvrasja, sepse menduan që tashmë jemi të lirë, tashmë askush nuk mund të ndalojë që të jemi bashkë dhe mund të jemi përgjithmonë së bashku që të dy. Por në fakt, në letrën e tyre të lamtumirës, ato kishin shkruar që pasi të vetvriteshin, gjë që nuk e bën, hiri i tyre dëshironin që ta hidhin në vendin e tyre të veçantë. Në fakt, nuk e di se kush është vendi i tyre i veçantë dhe as nuk na intereson, pasi plani i tyre dështoi. Pas kësaj, ato hedhin letrën në kosh dhe fillojnë që të shikojnë filmin Twilight. Dhe kjo gjë vazhdon për 2 ditë të plota. Pas 2 ditësh, halla e Lukas fillon të shqetësohet për të, pasi nuk e di se ku ndodhet një pisaj dhe menjëherë telefonon autoritetet. Më 15 prill, autoritetet trokasin derën e Kim dhe derën normale e hap Kim. Në këtë pikë, autoritetet e pyesin nëse nëna e saj ndodhet në shtëpi dhe ajo i thot po, ndodhet lart. Dhe autoritetet i thonë që nëse është e mundur që ajo të zbresi poshtë dhe të bisedojnë pak me këtë, dhe Kim i thotë që të levërdis më shumë që të shkosh ti sipër. Dhe në këtë pikë është pikërisht momenti ku gjejnë trupat e pajet të nënës dhe të motrës së Kim. Dhe normalisht Lukas dhe Kim arrestohen menjëherë. Por në dhomat e marrjes në pyetje, në fakt ndodh diçka shumë e çuditshme, sepse që të dy ishin të mitur dhe policia duhet të tregohej shumë i kujdesshëm në mënyrën se si i pyet. Por në fakt, reagimi që bëri Kim ishte i pabesueshëm. Ajo tregon në detaje çdo gjë të mundshme, tregon në detaje se si Lukas i mori jetën nënës së saj dhe motrës së saj. Të njëjtën gjë deklaron dhe Lukas, pra tregon çdo gjë në detaje. Kur autoritetet e pyesin se pse i morët jetën dhe motrës së Kim, pasi në një farë mënyre nëna ishte problemi, ato i thonë që nuk donim që të lenim asnjë dëshmitar, pasi Keti do të telefononte menjëherë policinë dhe këtë gjë ato nuk e donin. Kim u thot hetuesve se ndihet shumë e lumtur dhe shumë e çliruar, dhe hetuesit i pyetet që ndihesh e lumtur që nëna jote nuk jeton më, dhe ajo thot që në një farë mënyre po. Dhe kur hetuesit i pyetin se në çfarë mënyre, ajo thot në një farë mënyre që nëna ime nuk ka më nevojë që të më vit të më kontrollojë nëse un jam gjallë apo jo, nuk ka nevojë që të shqetësohet më për mua, dhe shton që
motrën e saj e hoqi qafe sepse në një farë mënyre i ka kursyer dhimbjen që do të përjetonte ajo për humbjen e nënës së saj. Kim në një farë mënyre po justifikonte ato që kishte bërë duke thënë që e bëra për ta, i ndihmova në një farë mënyre dhe deklaron mbi të gjitha që kishte kohë që donte të vriste dikë përpara se të ndodhte ngjarja e tmerrshme. To a point, yes. Yes, because my mom doesn't have to do me being suicidal. She doesn't have to wake up worrying every morning to see if I'm still alive. My sister doesn't have to go through the heartbreak and will be worse. Kriminologu David Wilson e përshkruan këtë mënyrë të menduarit si një deluzion narcist. Ai thotë që Kim dhe Lucas kanë nivel të lartë psikopatie dhe një gjë tjetër që vëren hetuesit ishte se sa më shumë që orët kalonin, aq më e sigurt bëheshte Kim në atë që thoshte. Sepse gjatë marrjes në pyetje, personi i dyshuar fillon të lodhet, fillon të dyshojë për atë që ka bërë, ndërsa Kim jo. Ishte shumë e sigurt për atë që thoshte dhe për atë që kishte bërë. Dhe gjyqi fillon në tetor të vitit 2016. Dhe në sallën e gjyqit, Lucas dhe Kim nuk shfaqin asnjë lloj pendese. Kur Kim pyetet se si të erdhi në mendje kjo, e ke parë një film, e ke parë diku apo diçka tjetër, ajo përgjigjet me një qetësi totale që jo. Ata vendosin që të godisnin nënën e saj dhe motrën e saj në fyt në mënyrë që këta të fundit të mos bërtisnin. Dhe më pas shkuan që të bënin një dush, pasi ishin të mbuluar me gjak dhe nuk duronin dot erën e gjakut. Dhe më pas kishin menduar që të vetëvriteshin. Kim më pas shpjegon që zakonisht njerëzit që kryejnë atë gjë që bëm ne, më pas vrasin veten. Dhe e thot në një mënyrë aq normale, sikur thuash që po lit flokët sepse mbezdisin. Dhe në fakt në gjyq mbrojtja e Kim përdor si strategji çmendurinë dhe thonë që Kim vua nga një çrregullim mendor. Në veçanti, psikiatra Chakrabarti tregon që Kim vuante nga çrregullim i adaptimit. Në fakt, është një çrregullim psikologjik i përkohshëm, i cili shfaqet si reagim i egzageruar ndaj një ngjarje stresuese ose ndryshim të rëndësishëm në jetë. Pra, sipas mbrojtjes, ky lloj çrregullimi i kishte dëmtuar aftësinë për të gjykuar racionalisht veprimet dhe mendimet e saj. Por akuza, nga ana tjetër, e kundërshton këtë gjë. Dhe thonë që Lucas dhe Kim kanë përjetuar një çmenduri të dyfisht dhe kanë pasur një marrëdhënie toksike të ngjashme me atë të Bonnie dhe Clyde. Dr. Joseph thotë që Kim nuk vuante nga asnjë çrregullim mendor. Në fakt, ajo ishte xheloze për motrën e saj dhe nuk ndjeshte e pranuar nga familja e saj. Dhe në nëntor të vitit 2016 u dha dënimi përfundimtar për të dy, edhe pse aktin e kishte kryer vetëm Lucas dhe që të dy u dënuan me burgim të përjetshëm dhe vetëm pas 20 vitesh mund të kërkonin liri me kusht. Megjithatë, më 8 dhjetor ndodh diçka tjetër. Në fakt duhet dini që emrat dhe Kim dhe Lucas nuk u bën publik, pasi që të dy ishin të mitur dhe ishin vetëm 14 vjeç. Avokatët e tyre mbrojtës apeluan për vendim dhe në vitin 2017 gjykata e apelit uli dënimin e tyre deri më 17 vite e gjys burg për secilin. Dënimi ul një farë mënyre sepse duke qenë të rinj dhe duke marrë trajtimin e duhur, ata në një farë mënyre mund të riintegroheshin përsëri në shoqëri. Në fakt, ky rast miqtë mi për mendimin tim është shumë i trisht, vetëm për faktin që Lucas dhe Kim ishin jashtëzakonisht shumë të rinj. Pasi e kuptojmë që adoleshentët janë gjithmonë impulsiv, gjithmonë nuk mendojnë për gabimet që bëjnë, le të themi, ose më saktë për pasojat që kanë veprimet e tyre. E kuptoj që gjithë kemi qenë adoleshent, gjithë kemi bërë budalliqe, përfshiktu dhe veten, por kur nuk më ka shku mendja që ti marr jetën një njeriu. Dhe në këtë pikë më lind pyetja, nëse këta dy persona do të ishin rritur në një ambient të ngrohtë familjar, do ishin pranuar në shoqëri ashtu siç ishin, a do ta kishin kryer përsëri këtë gjë që bën? Çfarë mendoni ju? A është vërtet e mundur riabilitimi në raste të tilla? Jam shumë kurioze të di në fakt dhe mendimin tuaj, ma shkruani poshtë në komente. Mos harroni të bëni një subscribe dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao!